Universiteti i Shkodrës Lyç Gorakuçi, përmes Fakultetit të Shkencave Shoqërore dhe Qendrës së Studimeve Albanologjike, organizoi konferencën shkencore ndërkombëtare Albanologjia dhe Mërgata. Takimi u kthye në një hapësirë akademike për studiues, kërkues dhe dashamirës të albanologjisë për ndarë ide, kërkime dhe perspektiva mbi raportin mes identitetit dhe mërgatës. Tema që na bashkon, albanologjia dhe mërgata, shpërfaq një prej akseve më jetike të qendresës sonë kulturore. Historikisht, diaspora nuk ka qenë vetëm një mjedis i mbijetesës materiale, por mbi të gjitha një vatër e driqshme e përsjatjes ku gjua, historia dhe vetdia kombëtare u kultivuan si mjetet pohimit të qenies sonë përballë trusnisë mbyse të tjetërsimit që dikton globalizmi i sotëm. Mërgata ka shërbyer si një urë e shkëlqyer e kumtimit, duke e projektuar albanologjinë përtej kufive tanë natyror, për ta bërë pjesë të vlerave më të larta të mendimit evropian dhe pse jo botror. Ndërsa përshëndeti aktivitetin, rektori i Universitetit Lyç Gorakuçi Tonin Gjuraj tha se synimi është hapje një dege të re studimesh për albanologji. Shpreh vlerësimin tim për punën e Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe për kontributin e të gjithë studiuesve që japin formë kësaj konference. Megjithatë, përtej kësaj më lejoni të bëj dy konstatime. Së pari, edhe pse tematika te i kalon Shqipërinë, pasi ka shumë folës jo shtetat shqiptar, mendoj se duhet zgjeruar më tej aspekti ndërkombëtar i konferencave të tilla në kuptimin e daljes përtej botës shqiptare, pra edhe të studiuesve që vijnë nga vende të huaja, studiuesve të huaj e tjerë. Së dyti, vijoj të insistoj për dizajnimin e një programi bachelor 3 vjeçar të studimeve shqiptare për të aplikuar deri në vjesht të këtij viti për të qenë gati për vitin akademik 2027-2028. Në këtë drejtim vijojmë të jemi të vonuar. Ju ftoj sot dhe nesër të shkëmbejmë së bashku ide dhe të eksplorojmë mundësi të reja bashkëpunimi edhe në këtë drejtim dhe për këtë ide. Qendra Studimeve Albanologjike në Universitetin e Shkodrës, e hapur disa vite më parë, zhvillon vazhdimisht aktivitete duke përfshirë studime dhe kërkime shkencore.